E kthyer tashmë në traditë shoqata në Istanbul edhe këtë vit me rastin e festës së Kurban Bayramit ka realizuar prerjen dhe shpërndarjen e kurbanit në medresen Haxhi Sheshamia. Të shumta janë familjet që kanë përfituar nga kjo shërbesë e ofruar kryesisht për ato në vështirësi ekonomike, jetimët si edhe ato me probleme të ndryshme shoqërore dhe individuale. Si çdo vit, shoqata e Istanbul edhe këtë vit organizon prerjen dhe shpërndarjen e kurbaneve. Bëhet fjalë për afërsisht 1500 kurbane në prej. Prerja dhe shpërndarja e kurbaneve është bë nëpër qytetin, pra kryesisht në qytetin e Shkodrës, vazhdojmë me qytetin e Kuplikut, me Puken, Mamurrasin, në Berat, Vlorë, si dhe në Tiranë. Kanë përfituar nga mishi i kurbanit afërsisht 5000 familje. Nëpërmjet kamerave tyre ju urojmë të gjithë besimtarëve muslimanë gëzuar dhe për shumë vjet festën e Kurban Bayramit. Pakoja mishit të kurbanit ka shkuar edhe për institucionin e shtëpisë të moshuarve, si dhe shtëpisë së fëmijës, ku edhe kjo shtresë i është gëzuar kësaj feste. Sakrifica është emëruesi i përbashkët i festës së Kurban Bayramit, duke shërbyer kështu si një indicje ndërgjegjësimi për forcimin e unitetit të vllazërisë mes njëri tjetrit.